Për 15 vite, një ndërtesë ka qëndruar si më e larta në botë, Burj Khalifa, të ngritur 828 metra. Ky monument prej betoni, çeliku dhe xhami ka qenë kampioni i padiskutueshëm që nga viti 2010. Arabia Saudite është përpjekur tashmë një herë ta tejkalojë. Jeddah Tower u lançua si rrokaqielli i parë në botë me lartësi 1 kilometër. Më pas, politika, arrestimet dhe një ngrirje 7-vjeçare e ndërtimit e lanë atë si asgjë më shumë se një trung betoni në mes të shkretëtirës. Tani, ndërtimi është rikthyer. Kulla ka kaluar rreth 75 kate dhe synon të hapet rreth vitit 2028. Më në fund, ajo mund të jetë mjaftueshëm e lartë për ta shtyrë Burj Khalifan në vendin e dytë. Kjo është gara për ndërtesën më të lartë në botë, kampioni në fuqi i Dubait, përballë sfiduesit të ringjallur të Arabisë Saudite. Më 4 janar 2010, pas 6 vitesh ndërtimi, Dubai ndriçoi qiellin me rreth 10.000 fishek zjarre dhe zbuloi një rekord të ri botror. Të gjithë prisnin që kulla të hapej me emrin Burj Dubai, ku Burj thjesht do të thotë kull, derisa Shehi Mohammed bin Rashid Al Maktoum doli përpara mikrofonit dhe në heshtje ndryshoi historinë. Në mes të ceremonisë, ai riemëroi atë Burj Khalifa, duke falenderuar presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, ndihma financiare të cilit kishte shpëtuar ekonominë e Dubait dhe këtë kull nga kolapsi gjatë krizës së vitit 2008. Me 828 metra lartësi dhe 163 kate të përdorshme, Burj Khalifa nuk e tejkaloi thjesht mbajtësin e mëparshëm të rekordit, Taipei 101. Ky rrokaqiell e shkatroi rekordin e mëparshëm, duke qenë rreth 320 metra më i lartë se kulla tajvaneze. Nën fasadën e xham dhe fishek zjarrët, inxhinieria ishte poaq agresive. Kulla qëndron mbi një themel rafti me shtylla, rreth 3.7 metra të trash, i mbështetur nga afërsisht 190 deri në 200 pilota të shpuara, që shtrihen më shumë se 40 metra në tokë për të arritur shkëmb të qëndrueshëm. Mbi tokë, një plan kati në formë Y, i ndërtuar rreth një bërthame të përforcuar, një bërtham 6 këndore prej betoni, e mbështetur nga 3 krah, i lejon ndërtesës të përballojë ngarkesa gjigande të erës, pa pasur nevojë për një skelet masiv çeliku ose një amortizator gjigant të majës në majë të ndërtesës. Në total, inxhinierët hodhën rreth 330.000 metra kub beton dhe përdorën 10 mijëra ton çelik për ta çuar në lartësinë e plotë. Deri në mesin e viteve 2010, vetëm platformat e vëzhgimit po tërhiqnin miliona vizitorë çdo vit. Vlerësimet më të fundit sugjerojnë se Burj Khalifa dhe zona përreth tani tërhiqin rreth 15 deri në 17 milion njerëz në vit. Ky është një kthim i jashtëzakonshëm për një kost të ndërtimi prej rreth 1.5 miliard dollarësh amerikan, veçanërisht kur merren parasysh dhomat e hoteleve, apartamentet, zyrat dhe tregtia luksoze. Për te ekonomisë, ndikimi ishte simbolik. Para vitit 2010, Dubai ishte më së shumti i njohur për pistat e skive në ambiente të mbyllura dhe ishujt artificial. Pas Burj Khalifas, ai u bë sinonim i ambicjes ekstreme. Kulla filloi të shfaqej në filma aksion të Hollywoodit, ligjërata arkitekturore dhe prezantime investitorësh nga lagosi në Jakarta. Dëshmi se, nëse vendos një thyrës rekordesh në mes të shkretëtirës, bota do të vijë tek ti. Dhe për 15 vite, askush nuk ka arritur t'ia marrë këtë trofe Dubait. Por Arabia Saudite e ka planifikuar lëvizjen e saj prej kohësh. Pak më shumë se një vit pas u hap Burj Khalifa, ajo zbuloi planet për diçka edhe më ambicioze. Jeddah Tower, fillimisht e quajtur Kingdom Tower, u projektua për të thyer jo vetëm rekordin e Dubait, por edhe një barrierë psikologjike. Në letër, ideja është e thjeshtë. Të ndërtohet ndërtesa e parë në botë që arrin 1 kilometër lartësi. Zyrtarisht, projekti parashikon të paktën 1008 metra. Lartësia e saktë mbahet qëllimisht e paqartë, ashtu siç ndodhi edhe me Burj Khalifan. Por pritet të jetë rreth 170 deri në 180 metra më e lartë se kampioni aktual. Kjo është rreth 3 herë lartësia e kullës Eiffel dhe mjaftueshëm për të rishkruar çdo renditje të ndërtesave të larta në tokë. Kulla nuk do të qëndrojë vetme. Jeddah Tower është pika kyçe e Jeddah Economic City, një distrikt i ri bregdetar në detin e Kuq që Arabia Saudite e ka prezantuar si një investim prej 20 deri në 26 miliard dollarësh amerikan,
ku përfshin kulla dhe infrastruktura përreth. Vlerësimet e hershme e vendosin koston e vetë kullës në rreth 1.2 miliard dollar, por princi Al Walid ka deklaruar më pas se kostoja totale do t'i afrohet 100 miliard rialve, ose rreth 26 miliard dollarve amerikan për të përfunduar projektin. Për të realizuar këtë, zhvilluesit ju drejtua një emri të njohur, Adrian Smith, arkitekti pas Burj Khalifas. Ekipi i tij në Adrian Smith plus Gordon Gill mori konceptin e bërthamës së përforcuar të Dubait dhe e çoi edhe më tej, duke zhvilluar një plan me 3 petale, të frymëzuar nga gjethet e palosura të një bime shkretëtire. Kulla ngushtohet në mënyrë dramatike teksa ngrihet, me 3 krah që përforcojnë një bërtham qendrore 6 këndore për të prishur vorbullat e erës dhe për të shpërndarë ngarkesat anësore. Megjithatë, sfida e vërtetë inxhinierike fillon nën tokë. Jeddah Tower qëndron mbi toka më të buta dhe më komplekse se ato të Dubait, shumë pranë detit të Kuq. Për të mbajtur një strukturë që i afrohet 1 milion tonëve, inxhinierët ngulën rreth 270 pilota të shpuara, në thellësi 105 deri në 110 metra, më shumë se 2 fishin e thellësisë së pilotave të Burj Khalifas, dhe i mbuluan ato me një pllak betoni rreth 90 metra të gjerë. Pasi themelet kaluan testimet, bërthama filloi të ngrihej. Ndërtimi nisi zyrtarisht në vitin 2013 dhe për disa vite, përparimi duke i mbreslënës. Deri në fillim të vitit 2018, kulla kishte arritur rreth 63 kate, duke ngritur afërsisht 250 deri në 300 metra mbi shkretëtir. Pastaj papritur, gjithçka u ndal. Arsyet nuk ishin teknike, ishin politike. Në fund të vitit 2017, Arabia Saudite nisi një fushat të gjerë kundër korrupsionit. Me qindra biznesmenëve dhe antarëve të familjes mbretërore të ndaluar ishin princi Al Walid bin Talal, miliarderi pas Kingdom Holding, dhe Bakr bin Laden, atëherë kryetari i Saudi Bin Laden Group, kontraktuesi kryesor i projektit. Nga janari 2018 deri në fillim të vitit 2025, asnjë beton i ri nuk u hodh në kull. Bërthama e ndërtuar pjesërisht qëndroi ekspozuar ndaj diellit, rërës dhe spekulimeve. Nga jashtë, dukej sikur Jeddah Tower ishte bashkuar në heshtje me listën e gjatë të megaprojekteve të anuluara, dhe se Dubai e kishte mbajtur kurorën, thjesht sepse sfiduesi i tij i vetëm serioz kishte ngecur. Pastaj historia u përmbys sërish. Në fund të vitit 2024, zhvilluesi shpalli tendra të rinj dhe Saudi Bin Laden Group u riemërua zyrtarisht me një kontratë të re me vlerë rreth 1.9 miliard dollar amerikan, me një afat 42 mujor për përfundimin e strukturës. Ndërtimi rifilloi zyrtarisht në fillim të vitit 2025, i mbështetur nga menaxhimi i ri dhe kompani ndërkombëtare, me një datë synimi për përfundim rreth vitit 2028, duke përthithur projektin në mënyrë më të qartë me vizionin Vision 2030 të Arabisë Saudite. Raportet e fundit nga tereni dhe provat e mbledhura fotografike sugjerojnë se bërthama ka kaluar tashmë rreth 75 kate që nga fundi i vitit 2025. Me ekipin e projektit që synon të ndërtojë mesatarisht një kat të ri çdo 3 deri në 4 ditë, ndërsa puna përshpejtohet. Dhe sa më lart ngrihet ndërtesa, aq më të vështira bëhen sfidat inxhinierike. Jeddah Tower do të kërkoj pompimin e betonit në lartësi më të mëdha se rekordi botëror i Burj Khalifas, prej 606 metrash, duke përdorur përzierje betonit të ftohura me përshkrueshmëri të ulët, të projektuara për të përballuar temperaturat ekstreme dhe ujërat nëntoksore me krip. Në këtë pikë, projekti përballet me kufijtë e transportit vertikal. Kablot tradicionale prej çelikut të ashensorëve bëhen tepër të rënda, shumë përpara se të arrihet 1 kilometër lartësi. Zgjidhja e rrokaqiellit Jeddah Tower është cone ultra rope, rripa ngritës prej fibrash karboni, shumë më të lehtë, që lejojnë udhëtimi ashensori nga 600 deri në 1000 metra, duke ulur ndjeshëm edhe konsumin e energjisë. Zona të shumta ashensorësh në lartësitë jashtëzakonshme dhe kate transferimi janë të integruara në këtë sistem për të lëvizur njerëzit në mënyrë efikase në të gjithë ndërtesën. Por Jeddah Tower nuk është i vetmi qytet që ka tentuar të marrë kurorën. Sfidues të tjerë kanë hyrë në garë dhe disa janë tërhequr në heshtje.
Në vitin 2016, ndërsa Jeddah Tower po ngrihej ende nga rëra, Dubai nisi një kundërpërgjigje, Dubai Creek Tower. E projektuar nga Santiago Calatrava, ajo konceptua më pak si një rokaqiell tradicional dhe më shumë si një shtyll e mbështetur me kablo, një gjilpër e hollë e mbajtur nga një rrjet kablosh tensioni. E menduar si qendra e distriktit Dubai Creek Harbor. Deklaratat e hershme flisin për një lartësi minimale rreth 1300 metra, mjaftueshëm për të kaluar si Burj Khalifan, ashtu edhe një Jeddah Tower të përfunduar. Themelet u hodhën pasi ndërtimi filloi në fund të vitit 2016 dhe një kapak masiv themeli ndodhet ende në vend. Por kur Covid-19 goditi në vitin 2020, ndërtimi u pezullua dhe nuk rifilloi kurrë në mënyrë domethënëse. Më pas, në shkurt të 2024-s, themeluesi e marr konfirmoi në heshtje kthesën. Kulla ishte ridizajnuar për të qenë më e shkurtër se Burj Khalifa. Ndërkohë, Kuwaiti ka skicuar ambicien e vet. Burj Mubarak Al Kabir, pjesë e projekti gjigant Madinat Al Harrier ose Silk City, parashikohet si një kullë shumë funksionale, prej 1001 metrash me 234 kate, qëllimisht 1 metër më e lartë se kilometri simbolik i Jeddah Tower, një referencë ndaj 1001 netve. Në letër, ajo shërben si një pikë ankorimi për një qytet të ri prej rreth 250 km², që synon të diversifikojë ekonominë e Kuwaitit të varur nga nafta. Në realitet, Silk City është diskutuar prej vitesh dhe ndërtimi i vet kullës nuk ka filluar ende. Afatet aktuale tregojnë një fillim diku pas vitit 2025 dhe përfundim në vitet 2040, më shumë një deklaratë synimi sesa një garë aktive. Pastaj është karta e paparashikueshme, Rise Tower në Riyadh. Në vitin 2025, Fondi i Investimeve Publike i Arabisë Saudite ftoi kompani të paraqesin oferta për një kontratë menaxhimi projekti për një rokaqiell të propozuar prej 2 kilometrash lartësi. Në një distrikt të ri biznesi në veri të kryeqytetit, me Foster Plus Partners të lidhur me projektimin. Nëse ndërtohet në atë lartësi, ai do të ishte rreth 2 herë më i lartë se Burj Khalifa dhe do ta bënte edhe Jeddah Towerin të dukej si një rokaqiell modest. Për momentin, megjithatë, ai ekziston vetëm në dokumente tendri dhe vizualizime luksoze, jo në beton apo çelik. Pra përse titulli ndërtesa më e lartë në botë ka kaq shumë rëndësi? Kur Empire State Building u hap në vitin 1931, në kulmin e depresionit të madh, ai ishte një deklaratë se Shtetet e Bashkuara ende synonin të ndërtonin vepra madhështore dhe të shikonin përpara, edhe kur ekonomia po shembej përreth. Në vitet 1990, kullat Petronas luajtën të njëjtën rol për Malajzinë, duke vendosur menjëherë Kuala Lumpurin në faqet e para të gazetave në mbar botën, dhe duke u bërë simbol i ambicieve moderne dhe të hapura të vendit. Taipei 101 dërgoi të njëjtin mesazh në vitet 2000, duke treguar se Tajvani nuk ishte thjesht një qendër prodhimi, por edhe javë për inxhinieri të avancuar dhe dizajn sismik kompleks në një nga zonat më aktive sismike në botë. Burj Khalifa e mori këtë model dhe e përforcoi maksimalisht, duke shndërruar Dubain nga një kuriozitet shkretire me projekte të çmendura në një ikon globale. Sot, kulla dhe zona përreth tërheqin rreth 17 milion vizitorë çdo vit, duke gjeneruar rreth $600 milion amerikan në vit vetëm nga biletat, pa llogaritur hotelet, qendrat tregtare dhe pasuritë e paluajtshme luksoze që ekzistojnë kryesisht sepse njerëzit duan të jenë pranë saj. Arabia Saudite tani po përpiqet ta përsërisë këtë strategji në një shkallë edhe më të madhe. Jeddah Tower nuk po ndërtohet e izoluar, ajo synon të jetë shtylla kryesore e një transformimi më të gjerë. Pas një pauze 7 vjeçare, puna rifilloi zyrtarisht në fillim të vitit 2025. Raportet e fundit dhe fotot nga ndërtimi tregojnë që kulla është ngritur deri rreth katit të 75 që nga nëntori 2025, me synimin për të arritur majën pranë 1000 metrave dhe për t'u hapur rreth gushtit 2028 si qendra e Jeddah Economic City. Por a do të përfundojë vërtet? Argumentet në favor janë të forta. Struktura tashmë është ngritur mirë mbi tokë. Projekti është rishqyrtuar dhe rivërtetuar. Janë dhënë kontrata të reja me vlerë gati $2 miliard amerikan. Dhe tani projekti
është pozicionuar qartë si pjesë thelbësore e strategjisë Vision 2030 të Arabisë Saudite. Megjithatë, rreziqet mbeten reale. Projekte gjigante të këtij lloji jetojnë ose dështojnë në varësi të financimit dhe besimit. Një tjetër goditje e çmimeve të naftës, paqëndrueshmëri rajonale apo një ngadalësim i zgjatur ekonomik global mund ta ngadalësojë sërish progresin. Për momentin, Jeddah Tower qëndron e vetme. Është i vetmi rokaqiell i klasit 1 kilometër që po ngrihet realisht, ndërsa katët të tjera shtohen, kontrata nënshkruhen ose vonohen dhe afate kohore ndryshojnë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përparimin e saj dhe pjesën tjetër të kësaj gare për lartësinë në kanalin ton. Kush mendoni se do ta mbaj titullin në vitin 2035? Dubai, Jeddah, Kina apo një qytet që mbase nuk e kemi përmendur ende? Na tregoni në komente. Jepi një like kësaj video nëse ju pëlqeu, si dhe klikoni butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin.